Është muaji nëntor dhe janë dy eventet fuqishme që kanë ndodhur. Eventi i parë është eventi që organizoi Vasil Naçi, Rruga drejt suksesit. Unë nuk di t'ju them, mund të bëj një paralele të tillë. Zakonisht kur shkoj në kish, ka një forcë të madhe në lutjen kolektive, kur je në kish. Mund të lutesh edhe vetë, sigurisht ne lutemi vetë. Po kur shkon në kish është një corporate prayer, është një lutje në grup, e cila ka shumë fuqi, është një ambient që krijohet që ti kupton që lidhja jote me Perëndin kanalet bëhen më të hapura. Dhe mund të bëj një paralezë të tillë kur je tek eventet e Vasilit. Është e jashtëzakonshme, energji e jashtëzakonshme. Është një sukses që është i vazhdueshëm. Dhe këtë mund ta shikosh edhe tek Erman Mamaçi, si do shikosh që familja e tij janë të parët që ndjekin, që qeshin me të dhe mësojnë njëkohësisht. Dhe pastaj është komuniteti i afërt, që është familja më e madhe, komuniteti që i ndjek, miqtë, klientë të tyre, stafet e tyre. Dhe këtu është për mua pse ky lloj suksesi është suksesi i anës si mjart.